Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi ka qelur aktivitetin 5 ditor në moton Dije ndërkombëtare Forcë Lokale. Ky event ndërkombëtar synon të forcojë bashkëpunimin akademik, shkëmbimin kulturor dhe rrjedhimin mes universiteteve partnere nga vende të ndryshme. Kjo javë do të jetë një mundësi emocionuese që mund të sjellë përfitime të rëndësishme, si për Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, ashtu edhe për institucionet tuaja. Jemi të lumtur të themi se sot kemi përfaqësues nga shumë vende këtu, nga Italia, Gjermania, Franca dhe Bullgaria, si fizikisht, ashtu edhe online. Dialogu me ju mund të hap dyer për shumë iniciativa, projekte të përbashkëta midis UniShK dhe universiteteve tuaja, shkëmbime stafi dhe studentësh, përvoja menaxheriale, bashkëpunim institucional, iniciativa kërkimore dhe mbi të gjitha, mënyra se si të ndërtojmë ndërkombëtarizimin. Ju bëjmë dije se këtë tetor do të hapim 2 programe bachelor në gjuhën angleze, trashëgimi kulturore dhe administrim biznesi. Në mënyrë bilaterale, jemi të gatshëm të diskutojmë me ju të gjitha iniciativat e mundshme dhe të shqyrtojmë se si mund të formalizojmë partneritete së bashku. Përvoja e kësaj jave do të forcojë më tej interesin ton për zhvillimin e një bashkëpunimi akademik afatgjatë me universitetet tuaja dhe për të ndërtuar një partneritet të fortë dhe të qëndrueshëm. Pra, shijoni qëndrimin tuaj në Shkodër dhe shpresojmë t'ju shohim përsëri në të ardhmen. Aktiviteti vijoi me një koncert nga studentët e arteve dhe prezantime nga universitete pjesëmarrëse, duke krijuar një atmosferë bashkëpunimi dhe diversiteti kulturor. Gjatë javës janë planifikuar panele diskutime mbi rolin e dijes në zhvillimin ndërkombëtar dhe lokal, kurse të gjuhës shqipe për të huajt, si dhe aktivitete ndërkulturore e vizita në qytet. Një ndër temat kryesore të ditëve në vijim është edhe pozicionimi i Shkodrës si qendër inovacionit dhe ndërkulturalitetit. Shpresojmë që të nxisim bashkëpunimin me universitetet të tjera, europiane dhe më gjerë, të ruajmë bashkëpunimet me universitetet ekzistuese me cilat kemi partneritet. Të vit kemi pjesëmarrës nga universitete gjermane, universitete italiane, një universitet nga Bullgaria, një universitet nga Franca, një universitet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kemi një larmishmëri pjesëmarrësish. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të vizitojnë pika të rëndësishme kulturore si Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, ai etnografik dhe vendi dëshmisë së kujtesës. Java do të përmbyllet me një panajir universitetesh, shpërndarjen e certifikatave dhe një vizitë në Kalan Rozafa dhe liçein e Shkodrës, duke dhënë kështu një përmbyllje simbolike, një aktiviteti ku ndërthurret dija me vlerat lokale.